Në thellësitë e shpellës Karisoara në Rumani ndodhet një nga akullnajat nëntokësore më të mëdha në botë, një masë gjigande akulli sa rreth 40 pishina olimpike, e cila ka nisur të formohet rreth 13.000 vite më parë. Shkencëtarët që kanë studiuar mikrobet e lashta të varrosura në akullin e shpellës thonë se një shtam bakterial që ata shkrinë dhe analizuan është rezistent ndaj 10 antibiotikëve modern që përdoren për trajtimin e sëmundjeve si infeksionet urinare dhe tuberkulozi. Edhe pse nuk ka prova që këto baktere janë të dëmshme për njerëzit, zgjimi mikrobeve që kanë qëndruar të fjetura për mijëra vite mund të tingëllojë si skenari një romani apo filmi fantastiko shkencor. Megjithatë, studimi i ri tregon se rezistenca në disa raste është zhvilluar natyrshëm në mjedis shumë kohë përpara se antibiotikët modern të shpikeshin dhe të përshkruheshin nga mjekët. Bakteret e lashta mund të rezistojnë antibiotikëve modern sepse rezistenca ndaj antibiotikëve është një karakteristikë e lashtë evolucionare e formuar gjatë miliona viteve nga konkurenca mes mikrobeve, tha Kristina, shkencëtare e lartë në Departamentin e Mikrobiologjisë në Institutin e Biologjisë në Bukuresht pranë Akademisë Rumune. Gjatë miliona viteve ndërveprimi, bakteret kanë mundur të ndajnë tipare të dobishme, duke shkëmbyer fragmente të vogla ADN-je, madje edhe me specieve të palidhura mes tyre në një garë armatimi evolucionare. Kjo strategji mbijetese ka bërë që disa shtame bakteriale të mos preken nga disa antibiotikë, barna që e kanë origjinën nga përbërje natyrore. Sipas studimit, ky fenomen është më i zakonshëm tek mikrobet që jetojnë në mjedise ekstreme. Antibiotikët modern mund të përshpejtojnë përhapjen e rezistencës duke u mbështetur në mekanizma molekular që kanë ekzistuar në natyrë shumë kohë përpara se njerëzit të zhvillonin këto barna, shtoi Kristina. Shkencëtarët theksuan se njohuritë e fituara nga ky studim mund të ndihmojnë në luftën kundër superbaktereve moderne që nuk trajtohen dot me antibiotikët e zakonshëm.